أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله مبعوث رحمة للعالمين gjithë hamdi falënderim tek Allahu xhalla shanuhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe selamet e përzemërta ja dërgoi Muhammedit alayhis salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe do ta pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Jemi mbledhur dhe jemi të buar në një ditë madhështore, e që është dita e Kurban Bayramit, një festë e veçantë, një festë me shumë rëndësi të madhe, nga më të dalluarat, nga më të veçuarat në besimin islam. Festa e Kurban Bayramit është ajo festë e cila simbolizon çdo herë paqë, sakrificë, dashuri, bamirësi dhe solidaritet mes njëri tjetrit. Këtë bamirësi, këtë dashuri e shohim pra dhe në fytyrat e besimtarëve ndërkohë që e festojnë këtë festë, ndërkohë që tubohen edhe me kënaqësi i rikujtojnë sa nga traditat e bukura të kësaj feste, sepse festa e Bayramit është ajo festë e cila i bashkon shumë profeci të ndryshme. Po them profeci për faktin se në Islam ne nuk pasojmë vetëm një profet, që të themi vetëm çfarë ka bërë Muhamedi alayhis salam do bëjmë edhe ne. Kjo për këtë është dëshmi pra vetë kjo kohë dhe kjo periudhë pra, qoftë e ditëve të Dhulhijhes, ndërkohë që po kalojmë e që sot jemi në ditën e 10 të Dhulhijhes, po dhe vetë festa e Bayramit, vetë traditat e Bayramit. Gjitha ato duke nisur edhe nga periudha e Haxhit, që është vendi i shenjtë për të gjithë besimtarët, pra Haxhi është vendi edhe shtëpia e parë, apo themi edhe Qabja që dihet me emrin tjetër, pra është vendi i parë, edhe faltoria e parë, po dhe shtëpia e parë në rrugën toksore. Nga ty ka nisur pra pjesa e adhurimit, që njeriu kur dërguar në këtë botë, Ademi alayhis salam bashkë me Havën, pas adhurimeve që kryenin në vendin e quajtur Xhennet, pra parajs, përpara se të shpërngulin në këtë dunja që Zoti i shpërnguli, edhe ishte caktuar e tillë që ishte si një sprovë edhe për Ademin edhe Havën që të rikthehen në dunja për të jetuar, edhe për të dëshmuar besimin e tyre, edhe për të krijuar pra njerëzimin këtë formë pra për të vazhduar atë që quhet pra besim edhe bindje ndaj Zotit. E dim se takimi i parë i Ademit dhe Havës që ndodhi në pas rikthimit të tyre në dunja, kërkuan njëri tjetrin për shumë ditë, për shumë vite, deri ndërkohë që u takuan pra në vendin e quajtur Arafat, apo në kodrën e Arafatit, apo në fushën e Arafatit, me thënë më saktë, u takuan në atë vend, edhe vetë fjala Arafat ka shumë kuptime të ndryshme, që është falë dhe tjera, por ndër fjalat është pra që vjen nga rrylloja e fjalës hel ta'rif apo arafa, që është njohje, afërsi dhe njohje me njëri tjetrin. Ademi dhe Havaja u rikujtuan edhe u rinjohen edhe një herë pra në periudhën pra ku është edhe ditë e sot traditë që qëndrimin e Arafat, ndërkohë që kanë qëndruar haxhilerët edhe ndoshta akoma vazhdojnë me lutjet, me duat, e që sot erdhën në ditën
e Kurban Bayramit, por kjo është një nga traditat kryesore që daton edhe prej Ademit a.s. Po më pas kemi gjithashtu edhe traditat e profetit Ibrahim a.s. Qoftë nga therrja e kurbanit, qoftë nga veprimet që xhilerët bëjnë ndërkohë që gjuajnë gurt e tyre në haxh, në Qabën e Shenjtë, po dhe shumë veprime të cilat ndërlidhen me profetin Ibrahim a.s. Ne dimë se profeti Ibrahim a.s. është nga profetët më të dalluar dhe më të veçuar. Madje edhe fetë të tjera i ndërlidhin me profetin Ibrahim a.s. që thonë se kur i rikujtojnë që thonë fetë abrahamike apo fetë ibrahimike. Te kjo pikë pra edhe Islami na tregon se Ibrahim a.s. ka qenë babai i pejgamberëve. Të gjithë pejgamberët që erdhën pas Ibrahimit a.s. ishin të njëjtës rrjedhoi nga gjaku apo fisi i Ibrahimit a.s. Nga ty erdhi edhe Isa a.s. edhe Musa a.s. më pas edhe profeti i fundit Muhammed a.s. rrjedhin nga njëjti rrënd, nga njëjti soi vazhdimësia e tyre edhe përcjellimi i tyre ka ndodhur nga Ibrahimi a.s. Edhe shumë tradita që na i la Ibrahimi a.s. vazhdojmë edhe ditë sot t'i veprojmë. E që një ndër to është edhe pastërtia, e që duhet t'i jepim rëndësinë e pastërtisë, sepse në Islam, në besimin tonë ka shumë rëndësi pastërtia, aq shumë sa që profeti Muhammed thotë at-tahuru shatrul iman. Pastërtia është gjysma e besimit. Për gjysma e besimit tonë as lutjet, namazin, adhurimet e tjera nuk mund t'i bëjmë pa kënd të pastër. Fillimisht vjen pastërtia, kur njeriu pastrohet, më pas vjen lutja, adhurimi apo veprimet e caktuara të cilat bëhen për hir të Zotit. Pra Zoti i do të pastërtit, edhe don që ne jemi të pastërt. Nga tradita e Ibrahimit a.s. ka qenë gjithashtu për të ruajtur pastërtinë e trupit, ka qenë edhe prerja e thonjve, prerja edhe largimi i çimeve në vendet e turpshme, në sjetullat. Këto janë nga detajet të cilat muslimanët duhet bëjnë rëndësi, besimtari duhet bëj kujdes edhe të mos ngjasojmë të tjerëve me ndonjë veprim tjetër, por të jemi nga ata të cilët jemi të pastër, që kemi trashëguar këtë besim dhe këtë traditë, sepse është e pastërtisë e besimit prej profetit Ibrahim a.s. brez pas breze edhe profetet e tjerë e kanë trashëguar një gjë të tillë. Gjithashtu duhet dimë ne se ndoshta disa dhe nuk do jem dakord me mua, por unë çdo herë përsëris që ka një Zot edhe një besim. Vetëm profecisë janë ndryshme. Një Zot ka një besim. Ai që dërgoi Ademin a.s. është i njëjti Zot ai që dërgoi Musën a.s. Ai që dërgoi Musën a.s. është i njëjti Zot që dërgoi Nuhin a.s. I njëjti Zot i cili dërgoi Isa a.s. apo siç njihet tek tjerë Jezusin. I njëjti Zot është ai i cili dërgoi edhe profetin e fundit Muhammed a.s. Por të gjitha vetëm ndryshimi është tek profecia. Kë dërgoi Zoti si të dërguar tek popujt e ndryshëm për ta shpatur besimin e tij, për të vazhduar besimin, edhe ne edhe ditë sot i trashëgojmë sa tradita edhe veprimtari të caktuara nga profetet e ndryshëm. Qoftë Ibrahim a.s. po dhe tjerë të cilët i përmendëm, ne i trashëgojmë ata sepse e dimë se ka trashëgimi profetike. Edhe para që po sa ka trashëgimi profetike, ne dimë se ka ardhur nga Zoti. Dhe çdo gjë që vjen nga Zoti është e mirë. Çdo gjë qoftë ai urdhër për të vepruar për ndonjë adhurim të caktuar apo qoftë për ndonjë ndalesë të caktuar, ka ardhur si urdhër për të u larguar apo distancuar nga ajo, sepse aty ka një të mirë, ka një urtësi dhe të cilën Zoti e dha apo shpallë përmes ndonjë profeti të caktuar. Ne dimë se tek sura Al-Baqara, ajo që na veçon neve si muslimanë, si besimtarë të përkatësisë islame, është që Zoti e veçon dhe thotë la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Fjalët e besimtarëve të vërtetë, të cilët thonë ne nuk bëjmë dallim me asnjë profeti. Të gjithë profetët i duajmë, respektojmë, edhe mundohemi që t'i pasojmë në atë që kanë vepruar ata, sepse çdo gjë që vepruan profetët ishte çdo herë dashuri, mëshirë, falje, edhe ajo që kontribuojnë edhe ditën e sot është çdo herë pjesë e besimit, edhe çdo herë besimi ka thirrur në të drejtë dhe në urtësi. Tek sura Al-Kauthar duhet të ndalemi pak sepse ndërlidhet me këtë fest sot që është. Sura Kauthar është një sure që ka marrë emrin e kronit të xhenetit, Kauthar. Por gjithashtu ka dhe kuptime të ndryshme, që do i shikojmë tani në vijim. Tek sura Al-Kauthar Zoti xhaleshanuhu të një sure shumë e shkurt, por na jep mesazhe shumë të thella, shumë të bukura dhe të kapshme për njeriu
e që ju zbrit kjo sure Muhamedit a.s. në Mekë, kur Zoti Xheleshanu tha, inna a'tainaka al-kauthar. Këtu dietar kanë ndarë edhe vetë kuptimet e ndryshme që mund nxjerrim nga ky ajet. Inna a'tainaka, ne vërtet ty të dham kal-kauthar. Tani këtu kanë thënë është fjala drejt për drejt vetëm për kronin e xhenetit, kauthar, që të gjithë pra e njohin, që është kroni i xhenetit, nga ku do pinë të gjithë besimtarët, të gjithë ata që pasuan profetin a.s. Të gjithë ata që munduan që të ecën rrugës ti, edhe po vazhdojmë edhe ditë e sot që të ecëm rrugës ti, thot, do kenë mundësi që të pinë nga i kronë. Por gjithashtu fjala kauthar vjen nga fjala al-kathir, edhe shumë të mira. Begati, mirësi, fjala kauthar pra ka kuptimin edhe si kroni i xhenetit, edhe si begati e madhe, mirësi e madhe, po edhe shumë të mira që e dha Zoti Xheleshanu profetit Muhammed a.s. Dhe kur po i thot pra inna a'tainaka al-kauthar. Inna a'tainaka al-kauthar. Fasalli li rabbika wanhar. Në vazhdimsi të kësaj thot vërtet Zoti i tregon një fakt real, të cilën e tregon edhe ditën e sot. Të gjithë njerëzit sa të mira ne ka dhënë Zoti. Po ti rikthehesh edhe shikosh jetën tënde sa të mira ti ka dhënë Zoti. Çfarë po na mungon neve sot? A nuk jemi me shumë të mira? A nuk jemi me shumë begati? A nuk jemi me shumë mirësi? Të cilën ndoshta të parit tanë apo herët nuk i kanë pasur, por kanë vuajtur për ndonjë mirësi të caktuar. Të gjitha Zoti na i dha. Kauthar, shumë të mira. Shumë të mira te Zoti. Çfarë urdhër pas kësaj që ti ka dhënë Zoti të mira, pasi i rikujton mirësitë e Zotit ndaj teje, fasalli li rabbika wanhar. Falu për Zotin tënd. Bëj lutje për Zotin tënd. Fali namazin për Zotin tënd. Wanhar, edhe therr kurban. Kurbani është tjetër simbolik edhe gostis. Njeriu kur ti i jep dikush të mirë kështu, e ka përbashkët thot me ashtruar një gosti të bukur, një mirësi të bukur, në kuptimin e që therrja e kurbanit bën vetëm për hir të Zotit. Se te Zoti nuk shkon as gjaku as mishi i tij. Te Zoti shkon qëllimi, urtësia, begatia e asaj që ti po e çon urdhrin në vend të Zotit. Edhe po e rikujton profetin Ibrahim a.s. në nshtrimin e tij, në nshtrimin e Ibrahimit a.s. Kur ndërkohë që therr kurban ti kujton që Ibrahimi a.s. veproi kështu. Të gjithë ata që njohin profetin Ibrahim a.s., që njohin si profet madhështor, si thamë si baba i pejgamberit, pra, e rikujtojnë këtë përmes thirrjes së kurbanit. Por gjithashtu rikujtojmë edhe sabrin, durimin e birit të tij, Ismailit a.s., i cili në gjendje ishte që të flijonte vetveten e tij. Në gjendje të flijojë vetveten e tij. Se të gjinuni, insha Allahu min as-sabirin. Ismaili a.s. i tha babait vet, mua do të më gjesh nga ata të cilët do jenë durimtarët. Por ne kur e rikujtojmë historinë e Ismailit a.s., a mund të thojmë ndonjëherë vetë me vete, apo të themi ndonjë sprov kur na godet, ndonjë e caktuar nga caktimi i Zotit, nga kaderi i Zotit, nga ajo që na ndodh në jetën tonë. A mund të themi se të gjiduni, insha Allahu min as-sabirin. Do të më gjesh o Zot mua nga ata të cilët janë durimtarë. Të ka ndodhur diçka në jetë. Të gjithë mund ta ndodh. Ndonjë sprov, duhet veprosh kështu apo duhet veprosh ashtu. Ndonjëherë janë caktimet e Zotit të cilat ne nuk e dimë urtësinë e saj. Ismaili tha, pra u tregoi në shtrimin, durimin e tij, edhe bindjen që tha, jo, thotë, do më gjesh nga durimtarët. Vazhdimi të surës edhe përfundimi i saj është pra kur than fasali li rabbika wanhar, falu për Zotin tënd, ata prej kurban. Inna shani'aka huwa al-abtar. Vërtet ata të cilët të urrejnë ty janë të forruarit. Kjo fundi i ajetit, ajeti i fundit i surës Kauthar, i erdhi drejt Muhamedit a.s. në një periudhë kur të tjerët po e akuzonin edhe po e nënshmonin për faktin se i kishte vdekur fëmiu i vogël me emrin Ibrahim. Ibrahimi kishte vdekur. Fëmia i vogël dhe menduan se profetit i vdekur djali, se shpeshherë në traditat e njerëzve, jo vetëm tek ne shqiptarë, por edhe tek kombësitë e tjera, pra, është simbolizuar që djali, sigur vazhdimësia e traditës së tij edhe e prafisit të tyre është simbolizuar djali. Edhe Muhamedi a.s. kur i ndroi jetë i vogël Ibrahimi, e nënshmuan dhe i thanë, ky do farohet, do zhduket, thanë, soji i tij, vazhdimësia e tij, nuk do e pasoj kush më këtë njeri. E kush ishin ata të cilët e urrejnin Muhamedit a.s.
Ndaj thot këtu Zoti inna sha'niyaka huwa al-abtar. Ata të cilët të urrejnë ty, të gjithë njerëzit që urrejnë profetin Muhammed alayhis salam, po ta shikosh e urrejnë besimin, ata të cilët nuk e duan këtë, inna sha'niyaka huwa al-abtar. Vërtet ata do të faraon. Nuk do të dinë më kush për ta. Po të rikujtojmë pak, ta rifreskojmë pak historikun e njerëzit në barë, qoftë nga profeti alayhis salam, edhe në vazhdimsi të kësaj. Her pas here do ta shikojmë se ka pas shumë të cilët i urrejnë profetet. O ditë po u zhdukën ata. Ishte Hamani, ishte Firauni, ishte Karuni e tjerë, të cilët qoftë prej profetëve më përpara, qoftë prej atyre të cilët i vranë profetët, qoftë prej atyre të cilët munduan që t'i vrisnin profetët. Çfarë ndodhi me ta? Ku është vazhdimësia e tyre? Kush i njeh me ata? Apo njihen vetëm si të zhdukurit, ata të cilët u faruan? Çfarë ndodhi me Shqipërinë e para disa viteve? Po dhe këtu te ne, kur ishte zona e komunizmit, të cilët nuk e donin besimin, nuk i donin profetët. Rënuan kishë xhami. Çfarë ndodhi me ta? Inna sha'niyaka huwa al-abtar. A nuk u faruan ata? A ka ma? Ku janë ma komunistat? Ditë sot përqeshën me njerëzit, kanë thot filan e komunist. Pse për të nëshmuar dika? A kanë thot i jegër, nuk keni vrasht e tjerë. Përse thuhet? Sepse nuk e kanë dashur besimin. Sepse nuk e donin vërtetën, nuk i donin klerikët, nuk e donin pra profetët. E rënuan sa në kishë xhami. Ku ndodhen sot ata? Ku shihni sot ata? A ka më vazhdimsi? A ka diku që vazhdon ai komunizmi? Por besimi vazhdon. Çdo herë ka vazhduar, do vazhdoj besimi, sepse besimi është ajo e pastërta që na kërkohet prej nesh. Ti rikthehemi festës së Kurban Bayramit. Festa e Kurban Bayramit gjithashtu është një ushqim shpirtëror. Njeriu, si njeri, ka nevojë për 3 komponente ushqyese. Nuk duhet vetëm ta ushqejmë vetëm trupin tonë. Është një nga komponentet. Ushqimi vetëm i trupit është një nga komponentet të cilat njeriu pra duhet të ushqejë. Njeriu pra duhet të ushqejë 3 komponente. Është pari pra ushqimi i trupit, e dyta ushqimi i mendjes, edhe e treta është ushqimi pra i shpirtit. Ushqimin e trupit e kena kujdes, përgjithsisht mirë, por është rikujtim gjithashtu, edhe festa e Bayramit që është një ushqim, vërtet edhe i trupit. Pse? Therëm kurban, e mbajmë gostin me ta, e ndajmë pra pjesë nga më të bukurat e saj, sepse dim se dhe kurbani, kur theret, nuk në lehet e gjitha për vete, por lehet për gosti. Një pjesë e lënë për vete, pjesën tjetër tregon solidaritet dhe dashuri dhe afërsi, edhe ndanë me të afërmit, edhe pjesën tjetër, që është për pjesë e tretë, e ndanë ata të cilat janë nevojtar dhe kanë nevojë për atë ushqim, edhe ti ndanë me ta. Kjo është një solidaritet. Mes tyre është një formë pra për treguar dashurinë edhe për të shtuar dashurinë mes njëri të cilë japin me njëri tjetër. Por thash, trupi si komponent ka nevojë për ushqim. E që ushqimin e trupit i dim të mirat, begati që ne i kanë dhënë Zoti, edhe Zoti urdhëron përpara se na urdhërojnë mjekët, urtësitë e tyre, përpara se na tregojnë pra mjekësia se çfarë të ushqemi, çfarë është mirë, si është mirë, Zoti na ka thënë: "Wa kulu washrabu min tayyibati ma razaqnakum." Hani pini nga të mirat çka neve ju kemi furnizuar. Zoti po të urdhëron ty që të mos hash gjërat negative, ti hash gjërat e mira, gjërat që të bëjnë dobi trupit tënd. Kjo është komponenti i parë, për cilin por edhe duhet të bëjmë kujdes pra që të mos e ngarkojmë. Por keq ushqimi i trupit shkakton smundje. Se thot ka problem thot me trupin. Edhe 99% rasteve, mos themi 99% e rasteve që ndodhin smundje te trupi i njeriu, çfarë është shkak thot keq ushqimi. Nuk është ushqyer thot si duhet. Ka shkaktuar diçka smundjen e caktuar, sa sot i njihni pra qoftë prej sheqerit shumë apo tjera. Por gjithashtu, kur të kalojmë tani te 2 komponentet e tjera që janë shumë më rëndësi, që ndonjëherë i lejmë çka thënë te na, vetëm ushqim trupin, harrojmë ushqimin e mendjes, harrojmë ushqimin e shpirtit, këto janë më të rëndësishme. Njeriu nuk duhet ta ushqejë vetëm trupin. Njeriu duhet ta ushqejë mendjen e tij. Me çfarë ushqehet mendja? Mendja e njeriu ushqehet me dituri. Mendja e njeriu ushqehet me lexim, me shkollim, me vazhdim të saj. Kjo është ushqimi i mendjes. Dhe prandaj thonë për dikën është mendje e dritur. Pse? E ushqim mendjen e tij. E që nga ushqimet e mendjes bën pjesë edhe vetë festa e kurbanit. Edhe gjitha këto që cituam nga dituria hyjnore, qofshin ajetet e Zotit,
përmes Kuranit famlar, por qoftë edhe historiku Ibrahimit a.s., Ismailit a.s., apo edhe vetë Ademis dhe Havës e këto janë një rifreskim dhe një ushqim për komponentin e dytë që është pra mendja e njeriut. Ushqihet mendja e njeriut me dituri, ushqihet mendja e njeriut me informata të cilat pra i bëjnë dobi atij, nga të cilat priten. Edhe ushqimi, edhe komponenti i tretë, çfarë duhet ushqyer, e që është shumë rëndësi që ndonjëherë pra e harrojmë në total, është pra ushqimi i shpirtit. Është shumë rëndësi që të ushqejmë shpirtin, ashtu siç e ushqejmë pra trupin, siç e ushqejmë mendjen, thamë me dituri, me informata të mira, duhet të ushqejmë edhe shpirtin. Por para se të kalojmë te ushqimi i shpirtit, e përmenda se në momentet që ne keq ushqehemi me shëndetin ton, trupin ton, thotë doktori thotë, nuk je ushqyer thotë se duhet. Gjithashtu duhet bëjmë kujdes edhe te informatat, te dituria që marrim edhe me çfarë ushqejmë mendjen ton. Pse një mendje e ushqyer mirë, një njeri i cili ushqehet me mendime të mira, sot e ka mendimin e mirë edhe pikpamjen, synimin e tij në jetë, e shikon jetën më bukur. Ai i cili mendon bukur, e shikon jetën bukur. Ai i cili ka informata të bukura dhe të mira, pra është shumë më i rifreskuar, relaksuar pra në jetën e tij që shikoj gjëra të bukura. Kurse informatat negative, informatat të cilat i bën dëm njeriu janë ato informata të cilat pra tronditse. Se thotë thuaj filani po, kujdes thotë me i thon kështu. A disa keq ndikojnë lajmet negative, të cilat ndoshta mediat e ndryshme i bëjnë vetëm për views, shikimet e ndryshme, edhe lajmet bombastike në fillim i ke, jo vrasje, jo aksidenti, jo këto, këto nuk janë të mira për njeriu, pra ushqehet mendja jonë me një informat jo aq të dobishme. Kurse ushqimi kryesor që duhet mos harrojmë pra ishte komponenti i tretë që është shpirti. Njeriu me çfarë ushqen shpirtin e tij? Shpirti ushqehet me gjëra shpirtërore. Cilat janë ato shpirtëroret? Shpirti si shpirt është i pavdekshëm. Është i pavdekshëm. Trupi është i vdekshëm. Njeriu, njerëzit ndrojnë një jetë moment që trupi e ndal, e lën zemrën me kaq sot, ka mbaruar, por shpirti është i pavdekshëm. Trupi vdes, shpirti është i pavdekshëm. Përderisa shpirti është i pavdekshëm, ai kërkon diçka nga ushqimet e pavdekshme. Kërkon nga ushqimet hyjnore. Kërkon ushqim të ndryshëm, jo nga ajo që shihet. Se edhe shpirti si shpirt a shihin, a shef dikush shpirtin e ka pa. Jo, s'mund ta shikojnë shpirtin, sepse është i të dukshëm. Edhe i kërkon ushqim të dukshme. Kërkon nga lutjet. Se lutja është shumë e rëndësishme. Lutja është një ushqim për shpirtin. Namazi është një ushqim për shpirtin. Namazi që do bëjmë sot, qoftë kur bën Bajramit, qoftë atij që falem, namazi sabahut është një ushqim për shpirtin. Zoti e din që shpirtat tonë kanë nevojë për ushqim. Kanë nevojë që të ushqehet shpirti. Me kanë i qetë, rahatshëm, mirë, me nis ditën e mbar. Ka thënë falë namazin e sabahut. Çdo lutje ka orarin, kohën e caktuar, kur duhet njeriu të ushqehet me të. Edhe për lutjet, sot i ka caktuar që 5 herë në ditë ti, sikur ushqehemi për trupin, për mendjen për to, për shpirtin tonë ka thënë 5 herë në ditë bëj ushqim, bëj lutjen tënde. Nga 5 minuta nuk është shumë. Vetëm farzet kryej pak. Në mëngjes kur ta falësh namazin e sabahut, ti ke shumë garanci të ndryshme. Nga profeti Muhammed a.s., i cili na tha ai i cili e fal sabahun është në mbrojtjen e Allahut, është në mbrojtjen e Zotit. Njeriu i cili fal sabahun, nga shumë fatkeqësi të ndryshme, mbrohet përmes lutjes që ka bërë në sabah. Ushqim tjetër i shpirtit është sadakaja, apo për ata të cilët pra e kanë borxh zekati. Po ne sadakan, zekatin këto a i shikojmë, pasi veprohen ato, namazin pasi i bërë, a shikon për një ushqim që morë, nuk shikohet, se janë të i dukshme këto, janë ushqimet e shpirtit, që ti nuk i shef, thot, a u bë, si u bë, qëfar u bë, ndërkohë që njeri u agjeron, pëse thot në fund, a u ndjeva mirë, thot, shumë mirë u ndjeva, pëse te i kaloj diçka e bukur, edhe ushqeve shpiritin tanë. Gjithashtu nga ushqimet e shpiritit, nuk janë vetëm këto lutja, adhurimi e këto. Ka dhe ushqimet tjera që janë shpiritit. Fjale bukur, ndjesie bukur, bamirësia që ja bën tjetrit, janë nga ushqimet e shpiritit. Ato të cilat njeriu nuk i shef, i bën dikujt nder, edhe thotë çka fitove, thotë dikush tjetër. A di çfarë fitove? E ushqeve shpiritin tënd, atë fitove. E ke parasysh kur thojnë që ata të cilët marrin, thotë, ai që merr e mbush të dorën, kurse ai që jep e mbush zemrën. Kjo mbushje e zemrës është për qëllim pra ushqimi i shpirtit.
Po ushqen ti shpirtin tënd me bamirësi. Po ushqen shpirtin tënd me ndonjë të mirë që ja bën dikujt. Edhe pse të tjerë ndoshta nuk e di, edhe pse të tjerë nuk e shohin. Ai ndërpoi edhe se tha, bëhet mirë ta hedhë në det, do të gjesh në ahiret. Pse gjen në ahiret? Nëse nuk ta din njerëzit, ka kuptimin, do ta di Zoti. Ta dish se Zoti është ai i cili çdo herë do të rikthehet ty. Do të njohë ty. Edhe nga këto që i përmendëm, ushqimet e ndryshme, nga traditat e ndryshme, do rikthehemi edhe një herë në traditën apo të bukurën e besimit islam, që është festës së Kurbanit, e rëndësisë që saj që duhet i kushtojmë pra Kurban Bayramit. Kurban Bayramit duhet i kushtojmë për shumë gjëra rëndësi. Edhe ushqimet shpirtërore duhet i kushtojmë për shumë gjëra rëndësi. Sepse njeriu ka nevojë që të largojë barrën e tij. Në momentet që ushqehet, e ushqen shpirtin ashtu siç duhet, në ato momente pra është i paqë, është i mirë. Profeti alayhis salam kur tha për të mbrojtur ne nga negativiteti, për ta pastruar shpirtin tonë, për ta pastruar zemrat tona, na la namazin, ta dha lutjen. Nuk është vetëm si themi ne si diçka e atill që kalon, jo. Është diçka që pastrohet, që njeriu e pastron. Dita e Arafatit që ishte dje, është një ditë madhështore për gjithë besimtarët muslimanë. Është një ditë aq e begat, aq e mirë, saqë pejgamberi alayhis salam na tha dhe na ofroi që ta kush agjeron këtë ditë, janë falur mëkatet e vogla thot të vitit kaluar dhe të atij që vjen. Për 2 vite rresht të falën mëkatet. Pse? Përmes agjerimit të kësaj dite. Jo për haxhilerët, për ata nuk kanë obligim. Ata kanë adhurime të tjera. Ata janë vendin më të shenjtë të botë. Ata po kryejnë ritualet e ndryshme të bukura, kujt që ja ka bërë Zoti risk me pa atë vend, ta shikojë atë vend, miliona njerëz që ti tubohen në një vend dhe të rikujtohen, edhe ndërsot rikujtojnë ato fjalët që vetë në fillimshmëri kur e shef gjitha ato popullat, gjitha ata njerëz, gjitha ata të nënshtruar përpara Zotit, të gjithë të veshur vetëm në disa rroba të bardha, pa asgjë tjetër, thjesht të veshur të nënshtruar ndaj Zotit, e rikujtojnë atë fjalën në fillimshmërisë e profetit Muhammed alayhis salam, kur në fillimet e tij erdhi si profet, edhe kishte përkrahjen kryesore vetëm gruan e tij, edhe pyeti, o Hatixhe, kush do më pasoj mua? Pse u merakos, kishte merak pejgamberi alayhis salam se kush do e vazhdoj këtë besim. Kush do vazhdoj hapëve të tij, kush do vazhdoj të ecë besimit të Zotit, profecisë së Muhamedit alayhis salam. Kush do i vazhdoj pra ti çoj në vend urdhrat. E sot po ti shikosh, edhe kur i shikon ata miliona njerëz, thua subhanallahu. I patmeta është Zoti. Fjala subhanallahu rikujton çdo herë që duhet ta dim se te ne themi subhanallahu kur ndodh diçka e jashtëzakonshme për tjetër. Duhet ta rikujtojmë edhe kuptimin e saj. Subhanallahu do thotë pra i patmeta është Zoti. Për çfarë është i patmeta? Çdo lloj fuqie është në mbikëqyrjen e Zotit. Ai është i gjithfuqishëm. Ai mund të bëjë gjithçka. Çdo lloj mrekullie mund të ndodhë nga Zoti. Por gjithashtu të rikujtojmë se ai është i pameta. Nuk ka ndonjë tmerr se njeriu mendon ndonjë po sikur kjo, po sikur ajo. Në moment që thua fjalën subhanallahu, rikujtoje vetveten tënde që Zoti është i patmeta. Zoti nuk bën asnjëherë gabime. Zoti nuk e ngarkon njeriu me diçka që nuk mund të mbahet. Ta rikujtosh vetveten e tij. A që ti rikthehemi lutjes, çfarë tha profeti, që i pastron njeriu atë. Si pastron edhe shembullin e një lumi, tha, çfarë mendoni për një person i cili tha përpara derës tij, përpara shtëpisë tij kalon një lum, edhe ai tek ai lumi lahet 5 herë në ditë. Ato ngelet tha pa pastërtim trupin e tij. Ato ngelet. Jo, pse do pastrohet ai? Do pastrohet shpirtërisht. Do të pastroj shpirtin e tij. Do pastrohet nga mëkatet, do pastrohet nga energjia negative, edhe negativitetet e ndryshme pra përmes lutjes së tij. Ai i cili jep zakat, pejgamberi alayhis salam, apo jep sadaka, pejgamberi alayhis salam premtoi që ai person thot do të ruhet nga fatkeqësitë të ndryshme. Do të ruhet nga fatkeqësitë të ndryshme. Cilat qofshin ato? Ruan thot sadakaja të mbron nga fatkeqësitë. Ti jep dikujt, kush e di çfarë do ngjarjet ke pas për të ardhur, ka pas për të ndodhur, nuk ndodh. Përse nuk ndodh? Për shkakun e sadakas tande, shkaku i bamirësisë që ja bëre ti dikujt tjetër, Zoti ta jep ty, edhe ta rikthen thot.
atë të mirë. E sa ka pas nga rastet të ndryshme të cilët kanë bërë bamirësi, edhe më pas e kanë pa në realitet atë të mirë që Zoti ua ka dhënë dhe ua ka rrethyer me ta. Edhe faljet e ndryshme, bamirësitë të ndryshme janë shkak i pastrimit të gjinave. Agjërimi që thash ditës së Arafatit është një mundësi shumë e mirë. Ata që e shfrytzuan, po ata që nuk e kanë shfrytzuar të mundojnë që sot është nga ditët e veçuara dhe ditët më të dashura tek Zoti, ka kaluar në hadith, ditët më të dashura tek Zoti janë dita e parë Kurban Bayramit edhe dita e dytë e tij. Më të dashura ditë nga më të veçuara, më të dashura tek Zoti. Sot jemi në ditën e 10 të Dhulhijhes, që janë ditët më të veçuara thonë. E ke mundësinë që ti t'i rikthesh Zotit. E ke mundësinë që mëkatet, gjërat të cilat ke bërë ndoshta brenda vitit, apo i kemi dhënë shembullin e atyre që mendojnë se hajtë se gjëra i vogël thotë s'ka problem. Po s'ka problem, por kur u krahasuan mëkatet nga ana profetike, i thanë mëkatet janë sikur ai zalli thotë. Ngur nga një gur i vogël, por bëhet një kub. Bëhet shumë i madh. Pastaj mund t'i largosh ato, nuk mund t'i largosh ti menjëherë. E më çfarë i largohen ato? Me udhëzimin e Zotit. Me udhëzimin e Zotit, qoftë ai përmes lutjes, qoftë ai përmes bamirësisë, qoftë ai përmes agjërimit që ishte ditët e Arafatit, qoftë ai përmes punëve të mira që do bësh ti në sot, në ditën e Kurban Bayramit, punëve të mira që do i bësh, vizitat tona që do i bësh, të gjitha këto janë ushqim për shpirtin tonë. Të gjitha këto janë për të rikthyer Zotit, për të pastruar shpirtin tonë nga mëkatet që Zoti t'i fal mëkatet, të lirohesh edhe një herë, edhe të vazhdosh, tregosh solidaritet ndaj tjerëve, edhe tregosh se duhet t'i rikthehemi Zotit. Gjithashtu duhet të rikujtoj edhe për pastërtinë, po dhe për pjesën që është më rëndësi pra, të pjesa e Kurban Bayramit, kur e përmendet që ndahet Kurbani, duhet bëjmë kujdes edhe tek ato të cilë janë mbetjet nga Kurbani, qoftë i kura dhe tjera, e duhet të informoj dhe të bëj apel që lutem të ruajmë pastërtinë. Jemi besimtarë të cilët gjysmën e besimit tonë kemi pastërti. Bëjmë kujdes që kur t'i therrën Kurbanit, qoftë lëkurat apo të ngjashme me to pra, çka do të janë mbetjet, e ka siguruar skendi Xhemalit, e ka hap gropën aty si çdo vjet, aty pranë shtëpisë tij që është largësi që besoj shumica e dini se për ku është vendi, por ka bëj apel që të gjitha t'i hedhim në vendin e duhur, edhe jo rrugës apo anash apo afër, por t'i çonim në vendin e duhur. E më pas ai grop do mbyllet, edhe do mbetet man nga pastërtit. Pse dheu është ai i cili i largon të gjitha pastëritë apo mbetjet. Aty duhet të hedhësh, edhe nga aty ne duhet të dëshmojmë besimin tonë përmes pastërtisë tonë, përmes sjelljes tonë, sepse ajo është qëllimi i besimit. Profeti Muhammed a.s. nuk tha as u dërgova për të vëmësuar vetëm namazin, apo për të vëmësuar haxhin, apo për të treguar këto pikat e ndryshme. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Zoti në Kur'an famlar e përmend që ai është dërguar specialisht veçanërisht për ta plotësuar besimin. Por edhe profeti a.s. përmes hadithe ndryshme na tregon që unë nuk u dërgova për diçka tjetër, vetëm si për t'i plotësuar vlerat morale. Profeti a.s. ishte njeriu më i moralshëm në botë. Ne si ummeti i tij duhet jemi krenar nga sjelljet e tij, nga veprimet e tij, edhe të mundohemi që ta pasojmë atë, që asnjëherë nuk ofendoi dikë. Asnjëherë nuk ishte keq me askë. Edhe ato të cilët ofenduan kështu ishte ai i cili fali, ishte ai që u rikthye atyre me faljen e tij. Ndaj pra duhet bëjmë kujdes te këto pika të cilat pra janë shumë rëndësi pra që njërin të ruajmë pastërtinë si në shtëpitë tona, ashtu të ruajmë pastërtinë edhe në oborret tona, ashtu edhe në rrugët tona. Bëjmë kujdes pra që rrugët tona të kenë pastërta. Bëjmë kujdes nga ata të cilët pra mos i japim as kujt fjalë që të na etiketoj qoftë vendin apo bashkësinë, shkaku i dikujt i cili është i papërgjegjshëm për diçka caktuar. Ne si besimtar duhet jemi të përgjegjshëm, duhet jemi nga ata të cilët pra tregojnë sjellje të bukur, tregojnë pastërti, tregojnë urtësi në çdo veprim që bëjmë ne. Gjithashtu ka ngelur vetëm 2 minuta nga koha e namazit Bayramit, dua gjithashtu të rikujtoj se namazi i Bayramit, pra si falet namazi i Bayramit, në atë formë, por të kur i kujtoj që nga tradita e profetit a.s. që namazi i Bayramit është pra që të falet pra si për burra si për gra. Te ne kemi vetëm traditën më shumë për burra në fakt. Nga traditat e faljes Bayramit është gjithashtu
edhe falja e Bajramit në përsheshe. Të ne akoma se kemi realizuar as pjesën për të falur në vendet publike, në botë, namazi i Bajramit, pra falet në vendet të hapura ku tregojnë paqë, tregojnë dashuri, edhe bashkimi i shumë vendeve të ndryshme në një vend, njohja tyre, lutjet në qiellin e hapur e kanë bereqetin, ja kanë urtësinë e vet përmes profetit alayhis salam, si na ka mësuar ai, si na mëson besimin e veçori pra e Kurban Bajramit, edhe namazit të Bajramit është pra dhe falja në këtë formë. Gjithashtu namazi i Bajramit, të rikthehemi sepse ngeli vetëm edhe pak, namazi i Bajramit pra falet në këtë formë. Marrim tekbirin fillestar, edhe themi Allahu Akbar, Zoti është më i madh. Më pas këndojmë Subhanaka, pasi këndojmë lutjen, që është lutje, nuk është sure, por është lutje, Subhanaka, marrim 3 tekbir të tjera. Allahu Akbar, pra, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas tekbirit të tretë këndojmë surën, pra imami këndon, xhamati ndëgjon, surën Al-Fatiha, pas surës Al-Fatiha këndojmë edhe një surë tjetër. Më pas shkojmë në ruku, më pas shkojmë në sejdë, i lutemi Zotit, rikthehemi pas 2 sejdëve në rekatin e dytë. Në rekatin e dytë këndojmë, pra imami këndon Fatihan, pas Fatihas këndohet dhe një surë tjetër. Pas asaj surë tjetër në vend që të shkojmë drejt në ruku, marrim edhe 3 tekbir tjera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kur i marrim 3 tekbir tjera, në tekbirin e 4 shkojmë në ruku. Pastaj pra, pas rukush, e dim pra se Allahu Hamida, vazhdojmë më pas pra për pjesën e lutjeve që bëhet pra në sejdë, më pas tahiyati, edhe vazhdojmë inshallah drejt hutbës Bajramit, edhe kështu përfundojmë. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله
Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين تكبيرا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تكبيرا إن الدين عند الله الإسلام تكبيرا إن الحمد لله نحمده ونتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
قال الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. I gjithë hamdi falënderimi takon Allahu xhaleshanuhu, ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet e përzemërta ja dërgojmë Muhammedit alayhis salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe do ta pasojnë atë deri në ditën e gjykimit rrugën e tij. Është ditë bajramit, është ditë festet, është ditë kur besimtarët krenohen, lavdërohen, falenderojnë Zotin e tyre, lutën ndaj Zotit, i bëjnë lutjet më të sinqerta, më të bukura. Është dita kur përqafojnë njëri tjetrin, kur lutën që Zoti t'u pranoj lutjet, adhurimet e tyre, kur lutën që Zoti t'u fal dashuri, harmoni, përgjithësi në botë, po dhe mes tyre, mes familjeve të tyre, mes shoqërisë ku ata jetojnë. Në hutbën e Bajramit përgjella që të komentoj shkurtimisht ajetin e Kur'anit famlar ku Zoti thot pra al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina. Ky ajet i famshëm i Kur'anit famlar cilësohet edhe si ajeti i fundit që i erdhi profetit Muhammed alayhis salam, i cili u zbrit në këtë kohë, në ditën e Arefatit, u zbrit ky ajet. U zbrit Muhamedi alayhis salam ajeti i cili thot sot e përsosa fen tuaj. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot e kam përsosur fen tuaj. Pra feja është përsosur. Kemë thënë se besimi thash është njëjtë prej Ademit alayhis salam deri profecia e fundit. Në profecinë e fundit të Muhamedit alayhis salam është përsosur e gjithë feja. Pra në fen tonë nuk ka diçka të manget, nuk ka diçka që të thuash jo për a mundet kjo, a mundet ajo, është e përsosur feja. Besimtarët vetëm duhet ta zbatojnë atë që urdhëron Zoti. Për aq kohë sa zbatojmë ato gjëra të cilat urdhëron Zoti, për aq kohë sa ndalohemi dhe largohemi nga gjërat të cilat i ka ndaluar Zoti, më besoni do jemi besimtarë vërtet. Më besoni do arrim paqen, do arrim dashurinë, do jemi njerëz më të mirë, do jemi popull më i mirë. Atë që Zoti e kërkon kjo është dashuria, falja, mëshira, për treguar të bëhemi njerëz të tjerë. Vazhdim të jetë Zot al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati. Edhe i kam plotësuar mirësitë e mia ndaj jush. Të gjitha të mirat, çka do të ka pas të mira për me dhënë Zotin në këtë besim, këtë fe, i ka dhënë. Ti ka dhënë Zoti çdo të mirë, keq besimin tonë të ke si ilaç. Për gjithçka që duhet e ke ilaçin aty. Kërkoje në besimin tonë. Riktheju Zotit tonë, do gjesh paqe, do gjesh dashuri, do gjesh atë që të mungon, do plotësosh atë brastin apo boshlikun të cilë kam ngel ndoshta në zemrën tënde, do plotësosh përmes besimit se Zoti ka plotësuar, i ka dhënë të mira. Raditu lakum al-islam dinan. Allah thot jam i kënaqur. Prandaj me keni kënaqur, jam i kënaqur të Zoti që ju të keni besimin tuaj islamin. Të riktheheni besimin tuaj. Të vazhdoni me besimin tuaj, nëse doni ta kënaqni Zotin. Veproni ato gjëra të cilat Zoti ka urdhëruar, qoftë për sot siç e bërëm faljen e Bajramit, qoftë për therrën e Kurbanit, qoftë vizitat që duhet të shtojmë. Tani sa është koha për të shtuar sa më shumë vizitat e njëri tjetrit dhe të tregojmë dashuri pra mes njëri tjetrit. Nuk duhet zgjatëm shumë. Lut Zotin xhaleshanu që na i ketë falë mëkatet, lut Zotin xhaleshanu që na i ketë pranuar adhurimet tona, lutjet tona, dëshirat tona të na i ketë plotësuar. Përfundon në emrin tim personal, në emrin e Këshillit të Xhamis, ju uroj festën e Kurban Bayramit, inshallah për shumë vjet me shëndet, me gëzim dhe në harmoni. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله حمدا كاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tregojnë respekt dhe dashurinë ndaj pejgamberit alayhis salam, duke dërguar salavat ndaj tij, së vërtet kush mbi ta vjen mirë, salavat Zotit mbi ta vjen 10 herë, na shton, na begaton me mirësi. Shtoni salavat duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تكبيرا.
آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Për hajrë. Urime kurban bayram inshallah.